Zona e Baldushkut është shumë pranë kryeqytetit, por një pjesë e fshatrave të saj vuajnë nga mungesa e rrugëve. Sa herë që ka pasur fushata elektorale janë bërë premtime, ka pasur dhe disa projekte, por rrugët kanë mbetur me baltë. Në 11 dhjetor 2024, një muaj përpara se të arrestoj kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia, i firmosur kompanisë Rogugues të Rogegës një kontratë për të bërë 4 rrugë në Baldushk. Bëhet fjalë për tenderin me objektin riabilitimi infrastrukturës rrugore në njësinë administrative Baldushk, Mërzhit Petrel Krap. Puna ka ecur me ngadalësi dhe janë shkelur afatet e dorëzimit të objektit. Ekspertë dhe banor kanë sinjalizuar bashkinë se projekti nuk po kryhet sipas kushteve teknike. Ata ankohen se rruga po bëhet shkeleshko në segmentin Koçaj-Ur-Kokonj në njësinë administrative Baldushk. Bashkia ka këmbgulur se nuk ka lëvizje të projektit, por vetëm disa ndryshime volumesh, punimesh dhe shtesa morish mbajtëse. Megjithatë, bashkia ja lë topin mbikëqyrësit dhe kolaudimit të punimeve, por bashkia nuk mund t'i shmanget përgjegjësisë. Kur vjen fjala tek afati kryerjes së punimeve, nuk ka nevojë për ekspertizë, por vetëm për një kalendar. Sipas kontratës, 4 rrugët që duhet të dorëzoheshin brenda 12 muajve kalendarik, data përfundimit ishte më 16 dhjetor 2025 dhe punimet nuk u mbyllën. Por ja çfarë thot ky dokument i brendshëm i Bashkisë Tiranë? Deri në fund të vitit 2025 janë kryer vetëm 70% e punimeve. Kjo tabelë zyrtare tregon se zvarritja e punimeve nga kompania Rogegës është nën mirëkuptimin të autoriteteve. Për të vulosur këtë situatë hyn në lojë kolaudimi. Kontrollon nëse ndërtimi është realizuar sipas projektit dhe ligjit dhe përgatit raportin e kolaudimit. Të gjithë dalin okay, vetëm banorët do të kenë probleme në dimër me këtë rrugë. Në fakt, ndërtuesi Rogega ka pasur vazhdimisht probleme me ligjin. Biznesmeni është i dënuar për mashtrim dhe evazion fiskal, ndërsa kompania e tij Rogugues është me 2 dosje në SPAK për kontrata ku ka marrë parat për punë të pakryera. Këtë radhë për të mbyllur punët e papërfunduara të rrogut është thirrur Entela Çano. Ajo është eksperte që firmos vazhdimisht projekte të zhytura në korrupsion. Kjo është kontrata Bashkisë Tiranë me studion AA Engineering SHPK e publikuar më 24 mars 2026. Pronare e firmës është Entela Çano, që shfaqet aty ku problemet e tenderave të korruptuar shpërthejnë me mashtrime, fatura fiktive, rrugë dhe ura të shembura. Emri Entela Çanos del në qendër të hetimeve të SPAK-ut për afera korruptive në Bashkinë e Kolonjës, ku përveç kryebashkiakut Erion Isaj dhe disa zyrtarëve të tjerë, e pandehur është marrë dhe vetë Çano. Dosja prokurorisë tregon se ajo kishte lidhje të ngushtë me Isajin, me të cilin komunikonte shpesh përmes WhatsApp-it. Skandali i rrugës Korçë-Ersek me vlerë 21 milion euro që u shëm pjesërisht pakja pas përfundimit të punimeve dhe certifikimit nga mbikëqyrësi, ngren një nga problemet kyçe të tenderave publik, mbikëqyrjen e punimeve. Mbikëqyrësia e urës së shembur në rrugën Korçë-Ersek është kompania Engineering me pronare Entela Çano. Ajo fitoi mbikëqyrjen në shumë punimeve të mëdha të kryera pothuajse gjithmonë nga e njëjta firmë ndërtuese. Në 20 qershor 2022 Evis Berberi, ish drejtori i ARSH-s, i dha oligarkut Pollum Salillari tenderin 14 milion euro për mirëmbajtje me performancë të akseve kryesore të rajonit jugor loti 4. Në 30 qershor 2022 Berberi shpalli pikërisht Engineering me pronare Entela Çanon, fituese të tenderit për mbikëqyrjen e punimeve të Salillarit. Në 7 dhjetor 2023 Berberi jep kompanisë ANK të Agim Kolës tenderin 20 milion euro për zgjerimin e rrugës Elbasan Qafthan. Gara tjetër, AA Engineering caktohet për të mbikëqyrur këto punime. Entela Çano del garante e zyrtarëve në këto tendera korrupsioni. Më herët në 8 gusht 2020 ish drejtori i ARSH-s Ergjys Verdo shpalli kompaninë ANK të Agim Kolës fituese për pjesën e parë të rrugës Korçë-Ersek me vlerë 23.5 milion euro. Në 15 tetor 2020 Verdo caktoi AA Engineering të Çanos për mbikëqyrjen e punimeve në këtë segment. Më 4 prill 2022 kreu i ARSH-s së Berberit dhe ANK të Agim Kolës pjesën tjetër të rrugës Korçë-Ersek me vlerë 21 milion euro. Sërish Engineering ishte fituese tenderat për mbikëqyrjen e punimeve. SPAK është duke hetuar këtë dosje dhe ka sekuestruar dokumentacionin e tenderave. Entela Çano është një nga bashkëpunëtorët që po hetohet. Ku janë oligarkët? Vjen më pas Entela Çano. Kështu Rrok Gjoka ka fituar tenderin 18 milion euro për ndërtimin e tunelit të Skërficës loti 7 i rrugës Kardiç-Delvin. Për të mbikëqyrur punimet, ARSH dërgoi Entela Çanon. Skandali mbulon skandali me paratë e buxhetit të hedhura në llogara, ndërsa SPAK nuk ka mbyllur akoma 2 dosjet për tenderin e ndërtimit të tunelit dhe supervizionin e punimeve del në dritë afera e re. Rrok Gjoka është protagonist në tenderin e ndërtimit të tunelit të llogaras. Ai u përdor si maz nga Belinda Balloku për vjedhjen e miliona eurove që po hetohen. Për këtë u shpërblye më pas me tenderin e mirëmbajtjes së objektit. Fondi limiti i tenderit ishte 3.1 miliard lekë PATVSH dhe ju dha kompanive Gjoka Construction SHPK dhe 4AM SHPK. Kontrata u lidh më 5 maj 2025. Një muaj më pas, më 5 qershor 2025, ish drejtori i ARSH-s Gëndian Gjyli shpalli fituesin e tenderit të mbikëqyrjes së kësaj kontrate. Bëhet fjalë për prokurimin e autoritetit rrugor shqiptar me objekt supervizioni mirëmbajtjes së tunelit të Llogaras. Fondi limit për këtë punë është 116 milion lekë PATVSH. Fituese kësaj kontrate 4 vjeçare është AA Engineering SHPK e Çanos.
Ajo ka lidhje të veçantë me oligarkun Rok Gjoka. Në koncesionin për ndërtimin e rrugës Kashar 5 Leka i shpallur në 13 shkurt 2023, kompania fituese AAPL përfshin disa firma ku në krye është Gjoka Construction dhe mes tyre është AA Engineering. Pra Rok Gjoka dhe Ntela Çano janë partnerë në këtë koncesion me vlerë 474.8 milionë euro të miratuar nga Belinda Balluku. Që të mos ngatërohen, Rogega nuk ka lidhje me Rok Gjokën, por padroni i tyre në pushtet është i njëjti. Kjo shpjegon faktin që pavarësisht ngarkesës penale, Roku mbetet i preferuar për kryetarët e bashkive Tiranë, Shkodër e Tropoj dhe për drejtues të ARSH-s. Kompanisë i besojnë tendera me vlera marramëndse. Në gjurmët e Erion Veliaj dhe Anuel Aristani pëlqen t'i jap Rokut miliarda lek. Me siguri që në këtë vazhdimsi ka rol kryeministri Rama, por firmën e hedh Anuela për të autorizuar komisionin e tenderit. Më konkretisht, më 4 korrik 2025 Bashkia Tiranë ka mbajtur tenderin me objekt rehabilitimi i rrugës Konstantin Kristoforidi dhe 17 nëntori. Fondi limit ishte 2.3 miliard lek pa TVSH. Para zgjedhjeve Rogega mori një dorë të madhe parash nga Gentian Gjulja ARSH-s. Më 23 prill 2025 ARSH shpalli fitues Bashkimin e Operatorëve Ekonomik Roku Guez dhe Deha 2010 për mirëmbajtjen e rrugëve Koplik, Bogthet dhe Dedaj Razëm. Vlera tenderit ishte 329 milion lek. Ndërsa më 23 gusht 2024 Velia i dha kompanisë Roku Guez tenderin për rikualifikimin urban të një bloku banimi në Tiranë me fond limit mbi 1 miliard lek pa TVSH. Ndërkaq që Roku Guez është aktualisht në nënhetim nga SPAK për 2 çështje të ndryshme, të dyja të lidhura me tenderat të Bashkisë Tropoj. Sipas dokumenteve zyrtare në mars 2024, SPAK regjistroi çështjen penale numër 47 që lidhet me një tender për rikonstruksionin e disa urave, ku dyshohet për punime fiktive dhe pagesa të pajustifikuara në favor të firmës. Tenderi kishte vlerën 145 milion lekë të vjetra dhe është paguar në llogari bankare të Roku Guez më 29 janar 2024. Ndërsa fatura ishte regjistruar më datë 29 dhjetor 2023. Në një tjetër dosje SPAK ka marrë në hetim dhe kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj Zyra Islamaj në lidhje me ndërtimin e një ure në fshatin Luzh. Sipas kallëzimit të Agim Demiraj, ish teknik i mirëmbajtjes së rrugëve, Islamaj ka përdorur funksionin publik për të ndërtuar një urë private për motrën e saj duke favorizuar firmën Roku Guez. Pas problemeve me drejtsinë të Rogegës i dënuar më herët për mashtrim për fatura fiktive, firma Roku Guez i është kaluar përmes një kontrate dhurimi bashkëshortes së tij Vergega.